Sa i përket UÇK-s dhe gjykatës atje, vetëm duhet ta themi edhe me këtë rast me që kemi të bëjmë me festën kombëtare, pra të flamurit, që është një padrejtësi e pa shembull historike, një padrejtësi që në vazhdimsi që me shekuj është bërë troje shqiptare dhe Kosovës, e Kosovës që 26 vjet i bëhet, pra prej luftës së fundit ushtrisë shqiptare dhe popullit të Kosovës, padrejtësi e pa shembull duke krijuar një formacion surogat as në tokë as në qiell, pra të pa shembull në botë, një gjykatë, e cila fillimisht ka dëshmuar se nuk është e Kosovës dhe nuk dëshon të jetë e Kosovës, ashtu siç është me ligj dhe me marrëveshje fatkeqe, dhe fatkeqësi është dhe gabim historik është i atyre që kanë votuar, por e cila vepron jashtë kornizave të parimeve elementare të njohura botërisht të procedurës penale, parimeve elementare dhe dispozitave të konventës së Vienës, e cila pothuajse në çdo nen, sidomos nenin 5-6 e me radhë cenohet dhe është cenuar gjatë këtyre 5 viteve duke ju munguar të drejtat elementare këtyre njerëzve atje që i kemi dhe të cilët padrejtësisht mbahen atje sepse thjesht pa u ngrit akuzë, ata janë arrestuar dhe janë marrë me dhunë. Në temë që jo rrallëherë janë përplasur, po themi në mënyrë figurative, Kurti dhe Rama, ka qenë edhe çështja sa i përket ish-krerëve në UÇK. Diçka pozitive sigurisht ishte edhe përkraja madhe të cilën e patën në Tiranë, protesta madhe që ishte masive për ish-krerët e UÇK-s. Si e keni parë ju këtë raport në këtë temë? Ishte Kurti që thonte që Rama ishte një ndër njerëzit që kontriboi që të themelojë speciale, ndërkohë tani bën si fushat për ish-krerët. Ndërkohë e kemi parë Kurtin këtu që nuk është që reagon shumë për ish-krerët, vetëm së fundmi që e pam një letër që e kishte dërguar disa vite më parë. Po edhe ky fenomen dhe moment është për të reflektuar dhe për të arsyetuar gjitha ato argumente që i dham deri më tani që thjesht këta nuk kanë pikë përpjekje të barabarta, as të përbashkëta, por kanë ego krejt të kundërta dhe kur flasim për egoja po them mund të ketë gradacion në vlerësim edhe në racionalitet. Gradacion do të kaloj jashtë arsyes. Dhe ajo arsyeja mund të jetë rezo d'etre, arsyeja të qenurit dhe të vepruarit, që duhet secili njeri normal ta ketë parasysh, dhe rezo d'etat, ose arsyeja shtetërore. Këtu kemi të bëjmë edhe me njerën fakt edhe me tjetrin të këta dy eksponent me që po flasim për ta, sepse janë përfaqësues të ekzekutivit të dy shtetet tona që do duhet kishin shumë atë për përgjegjësi dhe afërsi edhe substancë veprimesh koordinuese, bashkëvepruese me njëri tjetrin sa që kanë, dhe kjo është edhe një arsye tjetër, pra që thjesht dëshmon që këta nuk kanë konkordanca, nuk kanë pikë përpjekje në mendimet dhe pikpamjet e tyre. Ndërkaq sa i përket UÇK-s dhe gjykatës atje, vetëm duhet ta themi edhe me këtë rast me që kemi të bëjmë me festën kombëtare, pra të flamurit, që është një padrejtësi e pa shembull historike, një padrejtësi që në vazhdimsi që me shekuj është bërë troje shqiptare dhe Kosovës, e Kosovës që 26 vjet i bëhet, pra prej luftës së fundit ushtrisë shqiptare dhe popullit të Kosovës, padrejtësi e pa shembull duke krijuar një formacion surogat as në tokë as në qiell, pra të pa shembull në botë, një gjykatë, e cila fillimisht ka dëshmuar se nuk është e Kosovës dhe nuk dëshon të jetë e Kosovës, ashtu siç është me ligj dhe me marrëveshje fatkeqe, dhe fatkeqësi është dhe gabim historik është i atyre që kanë votuar, por e cila vepron jashtë kornizave të parimeve elementare të njohura botërisht të procedurës penale, parimeve elementare dhe dispozitave të konventës së Vienës, e cila pothuajse në çdo nen, sidomos nenin 5-6 e me radhë cenohet dhe është cenuar gjatë këtyre 5 viteve duke ju munguar të drejtat elementare këtyre njerëzve atje që i kemi dhe të cilët padrejtësisht mbahen atje sepse thjesht pa u ngrit akuzë, ata janë arrestuar dhe janë marrë me dhunë. Nuk është e vërtetë që me vullnetet e tjera, ata me vullnet kanë shkuar atje se janë shmang, po ata kanë përdorur metodat dhe mënyrën e sjelljes, po edhe të dëshmive, kinse dëshmive të dëshmitarëve, edhe të procedurave, edhe të
sjelljes së kësaj gjykate me keqardhje, pa dashur që ne të përzihemi, as nuk përzihemi në te, Ka shpikrisht nuk do të patë por renesancë, mas paku të shohim drejtësi gjatë këtyre 5 viteve, sidomos si nga prokuroria, si nga trupi gjykus deri me tash. Të shpresojmë që trupi gjykus do ta ketë arsyen e mirëfillt të gjykimit të drejtë, sepse drejtësia është arti i së mundshme dhe së drejtës, dhe etikës, dhe moralit, pra art of equity, pra i drejtësi që ai drejtësi equity është sistem anglosakson që kanë zbatuar dhe për realizuar kështu përdorur mas pari anglezët, dhe që në drejtësinë e tyre me që ata nuk kanë kushtetut, ky parim vlen, ai parim do duhej, i drejtësisë absolute, dhe jo të animeve kur është diçka që është në interes të palëve që janë të pandehura, e ndalin atë thonë ja nuk është publike, manipulohet, qartë manipulohet me dëshmitarët, me mjetët dhe armë tjera juridike, duke përdorur ato të Serbisë dhe të disa eksponentëve të Euleksit e të tjerë të cilët thjeshtë kanë kontribuar që ky gjykim atje të mos jetë i drejtë. Pra, çështja e pikpamjes se si e ka dikush nga ne ndaj atje është çështje personale. Natyrisht është detyrë e secilit qytetar të Kosovës që të ketë qëndrim të drejtë ashtu qysh është e drejtë lufta qërimtare dhe si është kauza jonë, sepse atje nuk gjykohen 4 persona, as 5, as 6, sa janë atje janë ma shumë se kaq, edhe të dënuar madje, pa drejtësisht, fatkeqësisht, po dënohet edhe kauza jonë e ushtrisë qërimtare dhe lufta e popullit që ka përkrah këtë ushtri dhe gjithë Kosova. Prandaj, është mirë që edhe në këtë pikpamje këta 2 eksponentë që përmendem të kenë pikpamje të drejtë mirëfillt dhe substanciale dhe jo të themi syprinore, pra si përfaqësore si pas momentit për dëshmuar se cili është më i afërt me tjetrin.